Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqini. Komisioni i posaçëm për reformën administrativo-territoriale zhvilloi një dëgjes në Gjirokastër ku diskutua funksionimi i shërbimeve vendore dhe nevojat e qytetarëve. Në drejtimin e dy bashkëkryetarëve, Arbian Mazniku dhe Luciano Boçi, kjo seancë dëgjimore u zhvillua me pjesëmarrjen e përfaqësuesve vendor, institucioneve, ekspertëve dhe qytetarëve të qarkut Gjirokastër. Spanja mbetet një nga vendet me të cilat Universiteti i Gjirokastrës ka një bashkëpunim të ngushtë falë marrëveshjeve të nënshkruara me universitete të ndryshme, kryesisht në kuadër të programeve Erasmus. Ajo çka synohet tashmë është shtrirja e këtij bashkëpunimi në çeljen e programeve të përbashkëta të studimit. Kjo ide u mbështet edhe nga ambasadori spanjoll në Tiranë, Gabriel Cremades, gjatë një vizite që pati në këtë universitet. Programi integrimi social i zbatuar për herë të parë në Gjirokastër gjatë vitit 2025 ka sjellë rezultate konkrete në mbështetje të personave me aftësi ndryshe. Nga 36 pjesëmarrës në total, rreth 15 prej tyre kanë arritur të punësohen me kontrata të rregullta, ndërsa pritet që nisma të zgjerohet edhe më tej gjatë këtij viti, duke përfshirë një numër më të madh përfituesish. Festfol 2026 solli në sallën Iliria të shkollës nëntëvjeçare të Xarës, një udhëtim të gjatë në traditën folklorike të bashkisë Konjëspol. Nxënësit e shkollave të zonës ndezën skenën me këngë, valle, rite dhe kostume autoktone. Kryebashkiaku Erges Dule theksoi harmoninë kulturore të komunitetit si një hap të rëndësishëm për trashëgiminë. Vendin e parë fitoi grupi i shkollës Bidoseiko Konjëspol, i ndjekur nga vajzat e Sotir Deli Mursi. Ju njohim tani më gjerësisht. Komisioni i posaçëm për reformën administrativo-territoriale zhvilloi një dëgjes në Gjirokastër ku diskutua funksionimi i shërbimeve vendore dhe nevojat e qytetarëve. Në drejtimin e dy bashkëkryetarëve, Arbian Mazniku dhe Luciano Boçi, kjo seancë dëgjimore u zhvillua me pjesëmarrjen e përfaqësuesve vendor, institucioneve, ekspertëve dhe qytetarëve të qarkut Gjirokastrës. Banorët e qarkut të Gjirokastrës shprehen skeptik për ndarjen e re administrative. Komisioni i reformës territoriale zbarkoi në këtë qark ku zhvilloi edhe dëgjesën me banorët dhe aktorët e pushtetit vendor atje. Qytetarët kërkojnë të kenë më afër zyrat e shërbimeve. Gjirokastra historikisht ka qenë qendër. Nëse do ndërtohen rajonet, mos ja hiqni të drejtën Gjirokastrës për të qenë rajon. Pa xhep s'ke ku vete. Sa me vogël tjetë njësia, aq më pak leke. Dhe aq më pak shërbime mund të bësh. Do vija i punojësi Buzit, fshatari Buzit, do vinë me Malia. Pastaj do vë interpelen me këtë ndarjen tuaj territoriale. O zotrin, qa bëhet kështu? Ne duam t'i vim sa më afër popullit. Le të kemi parasysh këto tre faktorë: biodiversitetin 1, zhvillimin e turizmit 2, ruajtjen e trashëgimisë kulturore 3. Unë mendoj që një aspekt thelbësor i kësaj reforme do duhet jetë edhe sistemi shëndetësor. Kategorikisht kundra bashkimit me ndonjë bashki tjetër, pasi ne jemi sot aty dhe nuk po ja dalim dot të shkojmë në çdo njësi administrative, në çdo fshat edhe në çdo banor. I pranishëm në këtë takim, kreu i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Vangel Dule nuk ndau dakordsinë me mënyrën se si po trajtohet kjo reformë. Të mos e bëjmë këtë një debat territori, të mos e bëjmë një debat kufish. Ky duhet të jetë një debat për mendimin tim që të flasi për rrugët, për ndriçimin, për pastrimin, për çerdhet, kopshtet, për gjelbrimin e qytetit, për mënyrën se si zhvillohet qyteti, por mënyrën se si zhvillohet dhe fshati, për mënyrën se si ndërlidhen këto me njëri tjetrin, për mënyrën se si zhvillohen apo mbahen pyjet, për mënyrën se si zhvillohet turizmi në një komunitet caktuar. Në këtë debat ndërhyri edhe bashkëkryetari i reformës Luciano Boçi. Reforma territoriale nuk është as pronë e partive politike, që janë pjesë e këtij komisioni. Jo, është pjesë dhe pronë e vetë qytetarëve. Pas përfundimit të dëgjesës, bashkëkryetari i komisionit, Arbian Mazniku, tha se procesi synon në ndërtimin e bashkive më të forta dhe shërbime më cilësore. Sipas tij, qëllimi i këtij procesi është realizimi i një reforme që i shërben qytetarëve dhe jo debateve politike.
Komisioni i posaçëm parlamentar për reformën administrative e territoriale zhvilloi një dëgjesë publike në Gjirokastër ku morën pjesë deputet, përfaqësues të 7 bashkive, ish-kryetar komunash, ekspert dhe qytetar. Në fokus të diskutimeve ishte funksionimi i shërbimeve vendore dhe nevoja për përmirësimin e tyre në funksion të qytetarëve. Pjesëmarrësit ngritën çështje që lidhen me infrastrukturën rrugore, furnizimin me ujë, pastrimin, shërbimet mjekësore dhe transportin publik, duke theksuar rëndësinë e një organizimi më efikas të njësive vendore. Pas përfundimit të dëgjesës, bashkëkryetari i komisionit, Arbian Mazniku, u shpreh se procesi synon të mbledh mendimet e të gjithë aktorëve për të ndërtuar një reformë të qëndrueshme dhe funksionale. Sipas tij, forca e bashkive lidhet drejt për drejt me aftësitë e tyre për të ofruar shërbime dhe për të përthithur fonde të huaja veçanërisht nga Bashkimi Evropian. Pasja e mundësisë që bashkarisht bëjmë një diskutim transparent, të vërtet, mbi mënyrën si funksionon pushteti vendor, me ato që shkon mirë, me ato që shkon më pak mirë, mbi çfarë ka nevojë të përmirësohet, dhe mbi të gjitha mënyrën si ofrojmë shërbimin qytetarëve, si na funksionon infrastruktura, si na funksionon arsimimi parauniversitar, si na funksionon pastrimi i qytetit, si na funksionon shërbimi me ujë, si na funksionon transporti publik. Të gjitha ato mekanizma që lidhen drejt për drejt me jetën e qytetarëve. Mundësia për ta bërë diskutim në mënyrë që të krijojmë një arkitekturë të një sistemi i cili e ka mundësinë të ofrojë shërbime më mirë qytetarëve, së pari, dhe së dyti, pasja e bashkive të cilat janë të forta, që të kenë mundësi që jo vetëm të ofrojnë shërbim qytetarëve, po të tërheqin nga Bashkimi Evropian financimet më teshme për të përmirësuar infrastrukturën, por dhe jetën e gjithë këtyre komuniteteve është shumë e rëndësishme. Ndaj dhe unë besoj që ky është një proces shumë i mirë. Kemi pasur 2 diskutime shumë të mira, ku patjetër njerëzit kanë mendime nga më ndryshmet, mendimet të gjithë janë mirë pritura dhe po mbledhja e këtyre mendimeve, bërja këtij diskutimi do na çojë padyshim rrugën e dur. Mazniku gjithashtu shtoi se ky proces nuk duhet të kthehet në debat politik, por të mbetet një diskutim serioz për nevojat reale të njerëzve. Sot jemi në fazën e dëgjesave dhe pikërisht unë besoj që do ishte e paudhës që ne të kishim bërë një plan konkret pa pas marrë opinionin e njerëzve. Pjesa e parë është diskutimi i gjërave që shkojnë, gjërave që shkojnë keq dhe shumë e rëndësishme mos ta kthejmë këtë çështje në një diskutim të kungulleshkash. Jo kjo bashkohet me këtë, kjo ndahet me këtë, kaq bashki, po aq bashki. Nëse e kthejmë këtë çështje në një lojë kungulleshkash, atëherë do të thotë që kjo është një proces i cili shtyhet nga qëllime elektorale, jo nga qëllimet e ofrimit të shërbimit njerëzve. Të kemi ca bashkime shumë që të marrë dikush ca më shumë, dikush ca më pak, nuk e zgjidh problemin e njerëzve. Ne duhet të gjejmë një mënyrë se si zgjidhim problemin e qytetarëve, se si ka shtrohen më shumë rrugë, se si shkollat funksionojnë më mirë, se si qyteti pastrohet më mirë, se si turizmi përmirësohet, se si ndërtesat që kanë nevojë të riparohen, si e bëjmë që të funksionojë më mirë i gjithë qyteti dhe përrjedhoj jeta e njerëzve. Në përfundim, përfaqësuesit e komisionit nënvizuan se objektivi kryesor i reformës mbetet përmirësimi i cilësisë së jetës përmes shërbimeve më të mira, zhvillimit të turizmit, rehabilitimit të infrastrukturës dhe funksionimit më efikas të njësive vendore. Në fund do të ndiqni të plot të gjithë takimin e dëgjesës publike për reformën territoriale. Vijojmë me të tjera informacione. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu së bashku me ministren e Arsimit dhe drejtuesen politike të qarkut Mirela Kumbaro, si dhe kryebashkiakun Flamur Golemi, zhvilluan një takim me profesionistë të ligjit në Gjirokastër, në kuadër të turit punët e Shqipërisë. Në fokus ishin punët e drejtësisë dhe roli saj në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror. Në fjalën e tij, ministri Gogu theksoi se drejtësia është infrastruktura që nuk shihet, por që mban në këmbë çdo sektor të zhvillimit. Ai nënvizoi se pa siguri ligjore nuk mund të ketë turizëm të qëndrueshëm dhe as mbrojtje efektive të trashëgimisë kulturore. Nuk mund të bëjmë turizëm pa siguri ligjore, as për turistët dhe as për mikpritësit. Nuk mund të mbrojmë trashëgimin ton kulturore pa e mbrojtur atë me ligj, u shpreh Gogu. Ministri pranoi se punët e drejtësisë janë ende të papërsosura, por disa shërbime po japin rezultate konkrete, si ndihma juridike falas, përmbarimi shtetëror dhe shërbimi provës, të cilat kanë rritur aksesin e qytetarëve në drejtësi dhe zbatimin e vendimeve. Ai e cilësoi reformën në drejtësi si një proces 10 vjeçar që ka sjellë ndryshime thelbësore, duke përmendur ndarjen përfundimtare të politikës nga drejtësia, fundin e pandëshkueshmërisë dhe ndërtimin e një sistemi të pavarur, arritje që ndihen edhe ndërkombëtarisht.
Sociologu bëri të ditur se Shqipëria ndodhet në një moment kyç të procesit të integrimit evropian, duke shtuar se pritet së shpejti një vlerësim pozitiv për mbylljen e piketave të ndërmjetme dhe kalimi në fazën e mbylljes së kapitujve të negociatave. Ky nuk është rezultati 18 muajve, por i 10 viteve punë të të gjithë shtetit shqiptar, tha ai, duke shtuar se objektivi është përmbyllja e një pjese të konsiderueshme të kapitujve brenda aktiviti. Seanca e masës arestit në gjykatën e shkallës së parë në Gjirokastër ndaj Dalin Nelaj dhe Aldo Kalemi, përkatësisht Dhëndri dhe Vjeri, ka nisur me 20 minuta vonesë pasi nuk ishin paraqitur në orën e caktuar gjykatësia dhe prokuroria e çështjes. Gjykatësia Romena Qamo pati vendosur më herët që për të tretë arrestuarit të kryhen 2 masa aresti. Në të parën Kalemi dhe Dhëndri i tij Dalin Nelaj, ndërsa fill pas tyre të ndërmerret masa e arrestit për Ermal Mataj. Në seancën e vlerësimit të arrestit ndaj Aldo Kalemit dhe Dalin Nelaj, prokuroria e çështjes përcolli dinamikën e ngjarjes që ndodhi 3 ditë më parë në qytetin e Memaliaj. Në bazë të pamjeve të sekuestruara nga policia, por edhe nga ajo çfarë është mësuar gjatë hetimeve, bëhet e ditur se sheri ka nisur mes 2 personave që nuk ishin pjesë e asnjë grupi rival. Më pas kanë ndërhyrë personat e arrestuar. Viktima Endri Goxhaj në këtë moment ka nxjerr pistoletën dhe ka shtënë në drejtim të Dalin Nelës duke shkrehur 4 plumba. Pasi Nelaj ka rënë në shesh në distancë gati prej 2 apo 3 metra nga ai, kanë qenë 2 vëllezërit e tij, Donaldo dhe Marioldo Nelaj, të cilët kur kanë parë për tokë të vëllain e tyre kanë reaguar duke nxjerrë nga brezi pistoletat dhe qelluar në drejtim të Endri Goxhajt. Ky fundit me sa duket ishte i papërgatitur për reagimin me armë të vëllezërve të Dalin Nelajt dhe kjo është dukur edhe nga pamjet filmike, ku shikohet se nuk ka vepruar me pistolet momentin kur i ka ardhur breshëria me armë. Pas kësaj, 2 vëllezërit e Dalin Nelajt, Donaldo dhe Marioldo kanë marrë me automjetin e tyre të vllain e plagosur dhe kanë çuar me urgjencë në drejtim të spitalit të Gjirokastrës e mande janë larguar në drejtim të paditur. Në fund të provave të servirura, prokuroria Aulona Haxhiraj kërkoi nga gjykatësia Romena Qamo arrest në shtëpi për Kalemi dhe Nelajn, ndërsa gjykatësia Qamo mbështeti propozimin e prokurores Haxhiraj duke dhënë masën e arrestit në shtëpi. Spanja mbetet një nga vendet me të cilat Universiteti i Gjirokastrës ka një bashkëpunim të ngushtë falë marrëveshjeve të nënshkruara me universitete të ndryshme, kryesisht në kuadër të programeve Erasmus. Ajo çka synohet tashmë është shtrirja e këtij bashkëpunimi në çeljen e programeve të përbashkëta të studimit. Kjo ide u mbështet edhe nga ambasadori spanjoll në Tiranë, Gabriel Cremades, gjatë një vizite që ai pati në këtë universitet. Universiteti e Qrem Çabej në kuadër të ndërkombëtarizimit të tij po bën hapa të rëndësishme drejt konkretizimit të këtij projekti madhor që ka arsimi lart në Shqipëri. Së fundi, ky institucion akademik po bën përpjekje për të thelluar bashkëpunimin me universitetet spanjolle. Kjo ka qenë një nga arsyet pse ambasadori spanjoll në Shqipëri, Gabriel Cremades, pati një vizitë me drejtues të këtij universiteti. Específicamente para visitar la Universidad. Këto vizita janë dëshmi e marrëdhënieve të shkëlqyera që ka Universiteti i Gjirokastrës me universitetet spanjolle. Dhe puna jonë si ambasadë është të vazhdojmë të thellojmë këtë bashkëpunim, të eksplorojmë mënyra të tjera për të zhvilluar këto programe dhe të kemi mundësinë që Gjirokastra të bëhet më e njohur në Spanjë, të ketë mundësi më të mëdha bashkëpunimi me universitetet të tjera të Spanjës. Njëkohësisht po punojmë edhe me bashkinë të ketë një binjakëzim me një qytet të Spanjës, që të jetë njëkohësisht edhe pasuri e UNESCO-s. Que son ya bastante importantes. Rektori Jahucana i shprehet më qartë duke theksuar se synimi është çelja e një doktorature. Ideja e si rektor i universitetit dhe me mbështetjen e stafit akademik është që të kalojmë në plane në programe studimit të përbashkëta me universitetet spanjolle, kryesisht me Vigon, me Valencian, por edhe do një universitet tjetër, ku ne na shapur një dritë jeshile që me ardhjen e universitetit, filialit të Universitetit të UNED-it në Gjirokastër, kështu që bashkëpunimet tona që nga ky moment me
Universitetet e Spanjës kanë qenë në një nivel shumë të kënaqshëm. Aktualisht ne kërkojmë që në këtë kuadër të bashkëpunimit tonat me Spanjën të kalojmë në programe kryesisht të doktoraturat, hapi dhe një doktoratur tjetër krahas doktoraturës shkollës ciklit 3 të studimeve doktorale që ekziston me grekat, të kalojmë këtë edhe me shtetet tjera, sidomos me Spanjën, italianët, por edhe me ndonjë shtet tjetër si Letonia, ku së shpejti do të konkretizojmë një projekt ide madhor. Kështu që me Spanjën, faktikisht, ne kemi dhe mobilitet dhe shkëmbime studentësh, aktualisht janë rreth 20 student spanjoll në pranë të atashuar pranë universitetit tonë dhe që bëjmë praktikat në disa kompanit private dhe shtetërore të rajonit të Gjirokastrës. Janë pikërisht këto mobilitete dhe zhvillime masive të studentëve tanë, por dhe të spanjollëve, duke përfshirë dhe stafet akademike, që i kanë dhënë një gjallëri të jashtëzakonshme jetës akademike në universitetin tonë. Java që pëllëm pas u cilësua si java Erasmus në Universitetin e Gjirokastrës në kuadër të vizitës një delegacioni prej rreth 30 profesorësh dhe stafi akademik nga Spanja. Delegacioni përfshiu staf akademik dhe administrativ nga 14 institucione publike të arsimit të lartë në komunitetin e Valencias, pjesë e 2 projekteve Erasmus. Programi i integrimit social i zbatuar për herë të parë në Gjirokastër gjatë vitit 2025 ka sjell rezultate konkrete në mbështetje të personave me aftësi ndryshe. Nga 36 pjesëmarrës në total, rreth 15 prej tyre kanë arritur të punësohen me kontrata të rregullta, ndërsa pritet që nisma të zgjerohet edhe më tej gjatë këtij viti, duke përfshirë një numër më të madh përfituesish. Programi i reintegrimit social, i cili u aplikua për herë të parë në Gjirokastër gjatë vitit 2025, ka bërë të mundur punësimin me kontratë të rregullt të rreth 15 personave me aftësi ndryshe nga 36 pjesëmarrës në total. Ata janë kualifikuar në profesione të ndryshme, duke rritur mundësitë e tyre për të integruar në tregun e punës. Reintegrimi social është një program i cili është pilotuar vitin e kaluar. Jemi në përfundim të 6 mujorit. Gati 15 veta janë punësuar me një kontratë të rregullt nga 36 të cilët ishin pjesëmarrës, gjë e cila normale tregon suksesin e këtij programi. Të gjithë këto gati 15 persona të cilët janë punësuar nga ky program dhe nga këshillimi i ndjekur gjatë programit, janë punësuar si në biznese private, ashtu edhe në institucione shtetërore. Ishin kryesisht persona të cilët ishin me aftësi ndryshe. Ata ishin të kualifikuar përgjithsisht në pjesën e mirëmbajtjes, në pjesën e punëtorëve të thjeshtë, dhe 15 prej tyre janë punësuar me një kontratë të rregullt 1 vjeçare në sektor të cilët ishin në bazë të kualifikimeve që ata kishin. Sipas të dhënave nga Agjencia Rajonale e Punësimit në Gjirokastër, edhe për këtë vit programi pritet të riaplikohet duke synuar përfshirjen e rreth 40 të rinjve të tjerë. Ishte një program shumë i suksesshëm për reintegrimin në tregun e punës të gjithë atyre personave të cilët ishin pjesëmarrës dhe jemi duke shqyrtuar aplikimet e të gjitha organizatave të cilat kërkojnë të marrin pjesë në këtë program. Jemi duke menduar për një program për 40 të rinj së shpejti të rihapin dhe të japim mundësinë atyre patjetër duke i prezantuar me tregun e punës dhe pse jo me profesione të cilat janë lënë në harres. Ato profesione që janë të domosdoshme në një qytet si Gjirokastra, Përmeti apo Tepelena. Ky program synon të krijojë më shumë mundësi për përfshirje sociale dhe ekonomike, ndërsa mbetet një hap i rëndësishëm drejt mbështetjes së personave me aftësi ndryshe dhe rritjes së punësimit në nivel lokal. Saranda po hyn në prag të sezonit veror me një sfidë të qartë, të mbetet një destinacion i bukur jo vetëm fal natyrës, por edhe kujdesit të përditshëm të vetë qytetarëve. Këtë fundjavë qyteti u përfshi në një aksion të gjerë pastrimi në kuadër të nismës kombëtare, ku institucionet dhe 10 vullnetarë zbritën në teren për të pastruar plazhet dhe hapësirat publike. Në kuadër të aksionit kombëtar të pastrimit, Bashkia Sarandë dhe Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
organizuar një nismë që përfshiu zona të ndryshme të qytetit, përfshirë edhe plazhet publike. Në këtë aksion morën pjesë nxënës, punonjës të administratës dhe qytetarë të angazhuar, të cilët u kujdesën për mbledhjen e mbetjeve dhe pastrimin e hapësirave të frekuentuara nga turistët. Aksioni vjen në prag të nisjes së sezonit turistik si një thirrje për ndërgjegjësim mbi rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit. Sfida e vërtet, megjithatë, mbetet te përgjegjësia e përditshme e çdo qytetari dhe biznesi, sepse një qytet mund të pastrohet brenda një dite, por mund të ndotet brenda pak orësh. Dhe kur ndodh kjo, imazhi i Sarandës si destinacion turistik vjet seriozisht në pikpyetje. Apeli i instancave është i drejtë për drejtë, mbajeni pastër atë që i përket të gjithëve. Turizmi nuk ndërtohet vetëm me bukurinë natyrore, por me përgjegjësi të përbashkët. Qendra shëndetësore e Dropullit të Poshtëm ka hartuar planin e masave për të përballuar sezonin turistik. Përveç se ka siguruar sasinë e nevojshme të medikamenteve, infermierët u shërbejnë banorëve edhe jashtë orarit të punës, pasi janë banorë të zonës. Banorët e 16 fshatrave të njësisë administrative Dropulli Poshtëm marrin shërbim në qendrat shëndetësore të Sofratikës, Dervicianit, Grapshit, si dhe në 13 ambulanca. Me fillimin e pranverës shtohet gradualisht numri i banorëve, ndërsa në muajin gusht numri i tyre difishohet. Kjo periudhë kohore përkon edhe me sezonin turistik, ku vizitorë vendaze të huaj frekuentojnë sitet arkeologjike në Sofratik, objektet e kultit në Goranzi dhe në Peshkpinë e Sipërme, monumentin në natyrë Shpella e Skotinis, apo dhe traditën dhe kulinarinë në Dervician, në Grapshe, fshatra të tjerë të zonës. Kështu që qendra shëndetësore e Dropullit të Poshtëm ka hartuar një plan masash për dhënien e ndihmës së parë në rast nevoje, si për banorët që kthehen në vetëlindje nga emigracioni, ashtu edhe për vizitorët. Si gjithmonë, neve kemi marrë masa të duhura në lidhje me shërbimin mjekësor për turistët, sepse janë të pranishëm nga disa vende të botës dhe mundohemi që ta alternojmë dhe të jetë çdo gjë në favorin tonë. Të gjitha ambulancat tona janë të pajisura me medikamente të duhura, dhe shërbimi është normal, domethënë, nuk ka asnjë mungesë medikamentesh. Edhe në orët jashtë orarit të punës, banorët dhe vizitorët mund të marrin shërbim shëndetësor. Shumica e infermierëve për fat të mirë i kam më vendase dhe përveç faktit që kanë vite dhe eksperiencë pune dhe bëjnë një shërbim të shkëlqyer, ato gjithashtu e njohin dhe me thellësi dhe kanë akoma dhe më shumë privilegj për të marrë dhe për të shërbyer pacientëve tanë, por gjithashtu edhe turistëve që neve na vinë na vizitojnë. Njësia administrative Dropulli Poshtëm ka rreth 10.000 banor të regjistruar, ku vetëm 1/3 e tyre janë me banim të përhershëm në vendlindje. Në spitalin e Tepelenës është vërejtur një rënje e ndjeshme e rasteve me viroza krahasuar me muajin mars. Në këtë periudhë paraqiten mesatarisht rreth 20 raste në ditë, ndërsa më parë numri shkonte mbi 50 vizita. Mjekët thonë se aktualisht dominojnë sëmundjet gastrointestinale. Gjatë kësaj periudhe në spitalin e Tepelenës është vërejtur një rënje e ndjeshme e rasteve me viroza të stinës, krahasuar me muajin mars. Më parë numri vizitave ditore shkonte mbi 50, ndërsa aktualisht paraqiten rreth 20 persona në ditë. Virozat kanë ardhur në rënje për shkak të ndryshimeve klimatike, ndërsa në vend të tyre tani vërehet një shtim i rasteve gastrointestinale që vijnë nga mënyra e të ushqyerit. Gjatë kësaj periudhe kemi rënje të rasteve të virozave që ishin më të shtuara gjatë muajve të janarit dhe të shkurtit. Kemi sëmundjet kryesisht të riakutizime të sëmundjeve kronike, të bronkopative, të azmës, apo dhe të atë sëmundjeve që janë me spok. Ka filluar të shfaqen në urgjencë, vinë paraqiten raste me çrregullime gastrointestinale, që vinë kryesisht nga mënyra e të ushqyerit. Në përgjithësi situata ka qenë që edhe normale. Gjatë kësaj periudhe bëhen më shumë se 20 vizita në ditë. Ka ditë që janë më të shtuara, ka ditë që janë më dhe kryesisht paraqiten të smur nga qyteti, por edhe nga zonat rreth. Më shumë bizotrojnë moshat e treta, po ka edhe raste të fëmijëve apo dhe raste të smurve të tjerë, të cilët paraqiten në urgjencë me shqetësime të ndryshme. Mjeku pneumolog Shahin Meçe apelon për kujdes të shtuar veçanërisht për të sëmurët kronik dhe ata që vuajnë nga alergjitë sezonale.
Gjatë kësaj periudhe, sidomos smurt kronik, duhet kem kujdes pak më të shtuar, sepse luhatja e temperaturave sjell, sidomos për sëmundjet e rrugëve respiratore, sjell riakutizime dhe rëndime të situatës së tyre. Ashtu si duhet patur kujdes edhe nga sëmundjet alergjike që shfaqen në këtë periudhë, si dhe duhet kenë një kujdes më të shtuar ndaj mënyrës së të ushqyerit. Mjekët këshillojnë qytetarët që në rast simptomash të mosve trajtohen, por të drejtohen pranë mjekut specialist për një diagnozë të saktë. Talentet e shkollës artistike Fehmi Ibrahimi dhe nxënësit spanjoll mbushën me tinguj muzikor kështjellën e Argjiros në Gjirokastër. Kjo përvojë e veçantë përfaqëson një shkëmbim të bukur kulturash mes dy vendeve. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro tha se kultura, arti dhe ritmet e gëzuara nga talentet e reja u bën bashkë duke shndruar kalan ton në një skenë shkëmbimi, por edhe miqësie si një përvojë e parueshme ku muzika dhe arti marrin frym mes burrëve të historisë. Artistët e rinj dhuruan një mbrëmje të mbushur me emocione dhe duartrokitje në magjinë e mureve të Kalas. Bashkëpunimi kulturor midis Bashkisë Gjirokastër dhe artistëve të rinj nga Spanja do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Fest Folk 2026 solli në sallën Iliria të shkollës nëntëvjeçare të Zarës një udhëtim të gjatë në traditën folklorike të Bashkisë Konispol. Nxënësit e shkollave të zonës ndezën në skenën me këngë, valle, rite dhe kostume autoktone. Kryebashkiaku Erges Dule theksoi harmoninë kulturore të komunitetit si një hap të rëndësishëm për trashëgimin. Vendin e parë fitoi grupi shkollës Bidosejko Konispoli ndjekur nga vajzat e Sotir Deli Mursi. Kaluan vetëm pak kohë nga investimi për muzeun etnografik dhe sallën e koncerteve në shkollën nëntëvjeçare të Zarës. Dhe ajo sallë me emrin Iliria hapi skenën për Folkfest 2026 për folklorin e të gjitha shkollave nëntëvjeçare që funksionojnë në bashkinë e Konispolit. Me një sallë të mbushur jo vetëm nga shkollar, por edhe nga banor të fshatrave më të afërt e dashamirës të shumë të artit, skena foli bindshëm për vazhdues të traditës folklorike të zonës. Të organizuar në grupe ata sollën jetën në pasurinë e këngëve dhe valleve autentike, bukurinë e riteve, zakoneve dhe larminë e kostumeve popullore të trashëguar në breza. Festivali Folklorik 2026 i zhvendosur në shkollën Mehmet Xhaferi të Zarës, qysh në këtë edicion të parë tregoi se nuk është thjesht një konkurrim mes shkollave, por erdhi si një udhëtim në kohë në gjurmët e të parëve dhe u përcoll si një lloj amaneti që kalon nga eksperienca e të moshuarve në zemrat e fëmijëve. Skena e këtij festivali ndezi motivet e këngëve burimore, ritmet e valleve karakteristike dhe ngjyrat e kostumeve. Jemi një zonë me diversitet kulturash, komunitetesh dhe besimesh, u shpreh nga skena e këtij festivali kryebashkiaku Erges Dule. Në rast parë dua të falenderoj gjitha shkollat e territorit tonë, por edhe gjitha ata që na kanë nderuar nga larg sot si pjesë siç është komuniteti i Vlla, i cili na ka ndihmuar dhe me pjesën e kostumeve. Pa diskutim që Bashkia Konispol e keni mbështetje në çdo aktivitet të organizuar, për vetë faktin që gjithë tre vajon ka një harmoni, një unitet si në aspektin fetar, si në aspektin e traditave, në gjitha aspektet kulturore dhe të jetës zakonshme dhe të përditshmërisë tonë. Kështu që jemi të gjithë bashkë për të njëjtin qëllim, për të trashëguar këto vlera në brezat pasardhës. Me shumë interes, u ndoqën motivet e dasmës Vllahe, me të cilën u përfaqësua shkolla e Zarës, por drejtori i saj, Arbër Xhaferi, vlerëson pjesëmarrjen dhe të gjithë organizimin si një eksperiencë e parë. Atëherë aktiviteti është me tematikën në gjurmë të traditës, se të ne jemi munduar që të përcjellim traditën tek të gjithë nxënësit dhe brezat që ta përcjellin atë në brez pas brezi për të gjithë fëmijët e të ardhmen e të fshatrave të shkollave që ka nga Konispoli deri në Vrim. Drejtori i Qendrës Kulturore Vangjel Taho, prurjet e festivalit të Zarës i vlerëson si një bazë të mirë dhe për organizimin e festivalit Tradita Çame 2026.
Ky festival ka për synim që të nxjerrë në pak traditën e vyer të zonës tonë, të popullit tonë në shekuj që sot transmetohet nga këta nxënës. Ky aktivitet bëhet edhe në kuadër të festivalit folklorik Sofra Konispolate 2026. Nga këta nxënës do të dalin 3 grupet më të mira për të përfaqësuar te ky festival. Festivali sotëm ka bërë pjesë të interesuar për këtë folklor që nga grupi Asambli i Vëllezërve të Kavajës. E veçanta e këtij viti është sepse shkolla e Zarës na sjell disa sekuenca të dasmës vllahe, e cila besoj se do të ndiqet me interes nga publiku. Festivali në gjuhën të traditave emocionoi me gjetjet e prurjet e veta folklorike nga Konispoli në Vrin, Zar, Mursi e Shkallë. Në mënyrë të veçantë u vlerësua grupi shkollës Bidosejko Konispol që rëmbeu vendin e parë, ndërkohë që vendi i dytë shkoi për grupin e vajzave nga shkolla Sotir Deli të Mursis që ngjitën në skenë vallet e hershme të folklorit të këtij fshati. E Konispolit ka një histori shumë të lashtë. Shpellat e Konispolit në fakt tregojnë dhe dëshmojnë për një histori mira vite më përpara, ku njeriu ka jetuar, ka punuar tokën dhe ka rritur familjen e tij. Zara është një zonë e mrekullueshme. Zara dhe Konispoli nuk janë thjesht në hartë, por kanë një identitet, kanë një histori dhe janë një kujtesë. Dhe mbi të gjitha janë shtëpia juaj. Ky festival ishte një organizim i Bashkisë Konispoli mbështetur nga zyra arsimore vendore, drejtoritë e shkollave dhe qendra e kulturës. Ky organizim ishte tregues i punës së mirë që bëhet nga stafet mësimore dhe vetë nxënësit që kanë dashuri e janë të motivuar për të mbajtur gjallë traditën e pasurisë folklorike të zonës, duke e promovuar atë e duke forcuar identitetin kulturor. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.